E atëherë Abu Bekri radhiyallahu anhu hyri në dhomën e vajzës së tij Aishës radhiyallahu anha. E kur pas e kishte ndërruar jetë i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam, doli përpara njerëzve dhe tha: Muhamedi nuk është vetëm se i dërguar. Apo para kësaj doli dhe tha: e në vijim o ju njerëz, kush adhuroi Muhamedin le ta di se Muhamedi ka vdekur. E kush adhuron Allahun, ta di se Allahu është i gjallë, nuk vdes kurrë. E lexoi fjalën e Allahut të madhëruar dhe tha: Muhamedi nuk është vetëm se i dërguar, e nëse vdes a vritet, ju do të ktheni shpinën pas besimit. Ndaj vëllezrit e mi, muaji i Ramazanit është vetëm një muaj në mesin e 11 muajve të tjerë. E nëse Zoti na adhurua me përkushtim për gjatë Ramazanit, a do të thotë se pas Ramazanit duhet të neglizhojmë? Kurse si jo. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër, Ramazani shkoi. E për Ramazanin, më mirë se sa mund të flas një njeri gjunahqar, i mangët në dije, i mangët në çdo gjë si unë. Ju vëllezrit e mi të nderuar, të cilët keni lënë dynjan t'i përgjigjeni thirrjes së Allahut të madhëruar për në xhenet duke ardhur këtu për xhuma, dhe që e keni përjetuar Ramazanin me zemrat dhe qenien tuaj, duke e pritur e duke jetuar përgjatë tij, e pasi e keni përcjell, mund të ketë folur dhe u ka folur dhe do t'u flas hoxha juaj i ditur, i mençur, cilin Zoti e ka nderuar me dituri e me mirësi, ndaj nuk ka vlerë që një i mangët si unë t'u flas ju që e keni përjetuar më mirë se sa unë, e për më tepër në prezencën e burrit të ditur Hoxh Hysnis. Por ajo çfarë do dua që për mua të jetë përkujtim, pendim dhe përmirësim, ndërsa për ju vëllezrit e mi përkujtim dhe motivim, është se edhe pse Ramazani shkoi, ne vazhdojmë të jetojmë në kohën që Zoti na ka bërë kismet të jetojmë. E koha është krijesa e Zotit dhe ne robërit e tij. Ndaj nuk duhet të jemi robër të Ramazanit. Të gjithë ju e kujtoni ditën kur pejgamberi alayhi salatu wassalam ja dorëzoi shpirtin Allahut të madhëruar dhe pejgamberët nuk ja dorëzojnë shpirtin Zotit, pa ju dhënë mundësia të zgjedhin nëse duan të vazhdojnë të jetojnë apo të shkojnë. Siç transmeton el-Imam el-Bukhari dhe el-Imam Muslim nga Aisha radhiyallahu anha në hadithin që thotë: Innehu lam yuqbad nabiyyun qat hatta yara maq'adahu min al-jannah thumma yukhayyar. Asnjë profet nuk e dorëzon shpirtin e tij pa parë vendin e tij në xhenet. E më pas i jepet mundësia të zgjedhë të jetojë apo të shkojë. فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه عند فخذي قال
Allahumma ar-rafiq al-a'la. E kur i zbriti sëmundja e vdekjes pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe kokën e kish në prehrin tim, tha, pasi hapi sytë dhe pa lart, o Allah, zgjedh shoqërinë e lartësuar, që do të thotë shoqërinë e Allahut të madhëruar, shoqërinë e melajkeve të Allahut të madhëruar në lartësi. E kur e dëgjoi Umeri radhiyallahu anhu lajmin se pejgamberi alayhi salatu wassalam ja ka dorëzuar shpirtin Allahut, në transmetime të ndryshme thuhet se ka thënë, ka prej munafikëve të cilët thonë se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka vdekur, ndërkohë që ai ka shkuar tek Allahu ashtu si të shkoi Musa ibn Imran tek Allahu i madhëruar dhe mungoi 40 ditë. E do të kthehet sërish. E kur të kthehet, do u pres duart dhe këmbët atyre njerëzve që ka thënë se Muhamedi ka vdekur. E atëherë Abu Bekr radhiyallahu anhu hyri në dhomën e vajzës së tij Aishës radhiyallahu anha. E kur pas e kish ndërruar jeti dërguari Allahut alayhi salatu wassalam, doli përpara njerëzve dhe tha, amma ba'd, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Thumma tala qawla Allah, wa ma Muhammadun illa nabi, illa rasul, afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Muhamedi nuk është vetëm se i dërguar. Apo para kësaj doli dhe tha, e në vijim o ju njerëz, kush adhuroi Muhamedin le ta di se Muhamedi ka vdekur. E kush adhuron Allahun, ta di se Allahu është i gjallë, nuk vdes kurrë. E lexoi fjalën e Allahut të madhëruar dhe tha, Muhamedi nuk është vetëm se i dërguar, e nëse vdes a vritet, ju do të ktheni shpinën pas besimit. Ndaj vëllezrit e mi, muaji i Ramazanit është vetëm një muaj në mesin e 11 muajve të tjerë. E nëse Zoti na adhurua me përkushtim për gjatë Ramazanit, a do të thotë se pas Ramazanit duhet të neglizhojmë? Kurse si jo. E përderisa në Ramazan, në muajin më të mirë të vitit, ne pam brënda vetes ton mundësin dhe fuqin për të qenë më të mirë për gjatë ti, se sa në vijimin e muajve të tjerë do të thotë se ne e kemi mundësin dhe fuqin të jemi po aq të mirë për gjatë 11 muajve, ashtu si që ishim të mirë edhe në muajin e Ramazanit. Vëllezrit e mi, nuk e bën Ramazani muslimanin. Muslimani e bën Ramazanin. Vëllezrit e mi, Ramazan ka patur edhe kur mbi faqen e dheut nuk kish musliman. Si që dini historinë e Selman el Farisiut radhiyallahu anhu, i cili brodhi dynjan për të takuar ata pak besimtar që kishin mbetur në fenë e Allahut të madhëruar të trashëguar nga Isaia alayhi salatu wassalam, që do të thotë se njerëzit besimtar ishin shumë pak, si që thot vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith, inna Allaha ittala'a ala ahli al-ardi famaqatahum jami'an arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab.
Allahu hodhi vështrimin e tij mbi gjithë banorët e tokës dhe i urreu të gjithë, me arab dhe jo arab, me përjashtim të një pakice shumë të vogël të mbetur nga iftarët e librit. E nuk mundet Ramazani në ato vite kur adhuruesit mbi faqen e dheut ishin shumë pak, të jeti njëjtë në sy të Allahut të madhëruar si Ramazani në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam e në vijim duke u rritur numri i muslimanëve. Që do të thotë se muslimanët me agjerim, muslimanët me namaz, muslimanët me adhurim i kanë dhënë vlerë Ramazanit, ndryshe nga vlera që ka patur Ramazani në kohën kur nuk kish pejgamber dhe besimtarët mbi tokë ishin shumë pak. Ndaj vëllezërit e mi, ne që në Ramazan u përkushtuam, do duhet përkushtohemi dhe jashtë tij, sepse ne i japim vlerën e Ramazanit dhe jo Ramazani ne. Ndaj, ndërmjet besimtarit dhe Ramazanit ka ngjashmëri dhe besimtari është më i mirë se sa vendi dhe koha dhe me lajket dhe çdo krijesë e Zotit, nëse përkushtohet të jetë ashtu siç Zoti dëshiron të jetë robi i tij i mirë. Vëllezërit e mi, ashtu siç ne e presim Ramazanin me përkushtim dhe duke gjërmuar hënën e tij apo lind apo jo, do të duhet edhe njerëzit ta presin besimtarin ashtu siç presin Ramazanin besimtarët. Ta presin me padurim, apo vjen apo vonon, a vjen sot apo vjen nesër. Dhe këtë gjë e arrin besimtari që ndaj Zotit të tij është i përkushtuar të përkthej ajetet dhe hadithet në fjalën, veprën dhe moralin e tij. Nëse nuk është i tillë, nuk e pret kush. Besimtari duhet të jetë si Ramazani, që kur përcillet shkakton boshllok, shkakton dhimbje dhe e ndez mallin sapo kthen shpinën. E këtë gjë e arrin besimtari që besimin e ka në zemër, e reflekton në fjalë, e reflekton në punë, e reflekton në moral. Vëllezërit e mi, nëse në Ramazan lidhen shejtanët, aty ku hyn besimtari ikën shejtani, që do të thotë se vlera e Ramazan, vlera e besimtarit, nëse e ka forcën ta largoj shejtanin, është edhe më e madhe se sa ajo e Ramazanit. Mirë po, a arrin këtë gjë çdo musliman? Fatkeqësisht jo. Ndaj do të duhet që ne si musliman, që kemi kaluar shkollën e Ramazanit, të arrim gradën e besimtarëve të parë, që kur hynin në shtëpi, shejtani nuk hynte në atë shtëpi. Kur hanin ushqim, shejtani nuk hante nga ai ushqim. Kur dilnin në rrugë, shejtani ndronte rrugë. Kështu duhet të jemi dhe mundësinë e kemi. Gjithë çfarë duhet është vullnetin dhe vetëdijen a e kemi. Dhe kjo është zgjedhja jonë. Vëllezërit e mi, Allahu i madhëruar i cili në Ramazan e fal besimtarin, e mëshiron, e çliron nga lista e banorëve të zjarrit, dhe këtë gjë Allahu i madhëruar e bën për çdo natë, e natën e fundit sa ka bërë çdo natë prej netëve të Ramazanit, është i njëjti Allah,
që në 1/3 e çdo nate zbret në qiellin e dynjas dhe fal, mëshiron dhe pranon lutje e i përgjigjet duave dhe kërkesave të njerëzve. Ndaj, ne nuk duhet kufizohemi veç me Ramazan, dhe duhet jemi të përkushtuar për çdo ditë një lloj siç ishim në Ramazan. Dhe përkushtimi në adhurim e vazhdimi në adhurim pas Ramazanit është një ndër shenjat më të mëdha të pranimit të Ramazanit. Lut Allahun e madhëruar, Zotin e gjithësisë, që çdo njërin prej nesh në këto vende kurbeti ta bëj si Ramazanin në mesin e gjithë muajve të tjerë, o sallallahu ala Muhammed. Alhamdulillah, o salatu o salamu ala Rasulillah, o ba'd. Vëllezërit e mi, mbas edhe 2 fjali shqip për para se ta përmbledh në arabisht, ju jeni në kurbet. Dhe nuk jeni të parët e muslimanëve që kanë bërë kurbet. Përpara jush ka emigruar pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe shokët e tij. E nëse shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe vetë ai emigruan për të ruajtur fen, jetën, nderin, pasurinë, një pjesë juaja kanë emigruar për të ruajtur jetën, mbase shumë kush ka emigruar për të shtuar pasurinë. E megjithatë, nëse pejgamberin alayhi salatu wassalam e pritën banorët e Medinës, të cilët nuk ishin të gjithë musliman kur mbërriti pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe në një kohë shumë të shkurtër të gjithë u bën musliman, me përjashtim të hebrejve dhe një pakicë shumë të vogël që zgjodhen të ndjekin rrugën e tyre. Dhe përpara pejgamberit alayhi salatu wassalam, muslimanët që shkuan në Habeshe, dhe që Zoti i bëri shkak të bëhet musliman i pari i atij vendi, mbreti i drejt i Abisinis, do të duhet na bëjnë ne të reflektojmë, teksa jetojmë në këto vende, të cilat nuk janë vende tona, mirë po që kanë hapur dyert dhe ju kanë pritur ashtu siç pritin e Xhashiu emigrantët e muslimanëve, apo Medinasit pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe muhaxhirët. A kemi arritur edhe ne të bëhemi shkak për islamin e këtyre njerëzve, popull dhe elit, ashtu siç u bën muslimanët e parë apo jo? Vëllezërit e mi, nëse ju do të jeni shumë të mirë, ashtu siç është shumë i mirë Ramazani në mesin e 11 muajve të tjerë, të jeni të bindur që këta njerëz do të udhëzohen në islam duke parë modelin tuaj, moralin tuaj, fen tuaj. Në të kundërt, keni përgjegjësi përpara Zotit të gjithësisë.